Niveli respektimit drejtave në punë në Shqipëri është zero. Punëtorët vdesin në ndërtim, në miniera, keq paguhe, nuk respektohet kodi i punës të gjitha fushat e veprimtarisë ekonomike dhe ky shtet, kjo qeveri, këto institucione nuk duan t'ja dinë fare. Pavarësisht se në Shqipëri ka një bum ndërtimi, bie fjala kushtet e punës punëtorëve ndërtimit dhe pagat e tyre lënë ende shumë për dëshiruar. Nga ana tjetër, pabarazia në Shqipëri është ekstremisht e madhe, madje është në rritje. Një grup shumë i vogël oligarkësh që investojnë në ndërtim, në burimet minerare apo në turizëm, janë duke u bërë të pasur në mënyrë prallore. Oligarkët shqiptarë po shndrohen në njerëzit më të pasur të Evropës, e nga ana tjetër, siç u thash, paga të drejtat në punë, pushimet e paguara e të gjitha të tjerat në Shqipëri ekzistojnë vetëm në letër. Ne kemi një inspektorat pune që nuk bën asnjë ditë punën. Na dëshmojnë punëtorët se edhe kur shkojnë për të bërë hetime në për vende pune, marrin disa ditë më parë në telefon përgjegjësit e tyre në mënyrë që gjithçka të jetë e mirë organizuar dhe kësaj të mos dalë vërteta për shkeljet e mëdha të drejtave në punë. Lëvizja Bashku jep punëtorëve një rëndësi shumë të madhe, drejtave në punë, një rëndësi të madhe jo vetëm sociale, po edhe ekonomike. Prandaj ne jemi duke u organizuar me punëtorët, duke shprehur solidaritetin ton kudo ku ka greva, kudo ku ka protesta, me naftarët, me minatorët, ngado me punëtorët e fasonerisë, me të call centerit. Mirë, por nga ana tjetër na duhet një organizim akoma dhe më i madh. Për këtë arsye, nesër ditë e shtunë në orën 17:30 do takohemi tek logu, Selia dhe Qendra Sociale e Lëvizjes Bashk me punëtore e punëtor pikërisht për të diskutuar për drejtat në punë, për të dëshmuar vuajtjen, shfrytëzimin, keqpagimin, poshtrimin në vend e punës dhe njëkohësisht për të ndërtuar një strukturë të organizimit dhe për të aspiruar së bashku që kushtet në punë të bëhen vërtet dinjitoze dhe punëtorët paguhen sipas hakut të tyre. Kështu që me këtë rast do ftoj të gjithë punëtorët dhe punëtorët që dëgjojnë këtë mesazh, na bashkohen nesër, ditë e shtunë, po e them dhe herë në orën 17:30 te logu i Shkëndijës, që është Seli dhe Qendra Sociale e Lëvizjes Bashk. Shihemi nesër.